Banorja e Big Brother VIP 4, Egli Tako u largua nga shtëpia më e famshme në Shqipëri për shkaqe shëndetësore. Pas kësaj në ekran u transmetua takimi i fundit mes Gjestit dhe Eglit përpara se ajo të dilte. Unë nuk e përballoj dot më se jam shumë e sëmur, jam shumë pa qejf. Kam dashur vetëm të ruaj gjithmonë e kam hedhur veten poshtë. Nuk kam luajtur asnjë ditë të vetme që kur kam hyrë në këtë shtëpi. Me shpirt të fal, i tha Egli Gjestit në dhomën e rrëfimit. Ditën e djeshme në Big Brother VIP Fan Club u transmetua një video e Gjestit, i cili fliste në dhomën e rrëfimit pas largimit të Egli Takos. Nuk po më hiqet prej mendje puna me Eglin. Ndihem fajtor. Unë nuk e kam detyruar. Jam duke u konsideruar njeriu më i poshtër këtu brenda, që çfarë si kam bërë asaj vajze. Po dalë si kur e kam dhunuar vajzën, i kam bërë ndonjë gjë të keqe. Nuk e di as çfarë i kam bërë more vëlla. Nuk është që i kam bërë diçka të rëndë. Gjëra prej inatit nuk i kam bërë. Po më paragjykojnë të gjithë mua. Jam dhunues apo çfarë jam? Ndoshta kjo që jam afruar, i jam larguar. Kam dashur ta lë të lirë se u bë boll, kur e shija keq i afrohesha. Kështu nuk bëhet, më mirë të thuash të vërtetën, tha Gjesti.